do marrin kredi nga Prandaj sekuestrojnë. Lekupistët është me fajde, që më thoni, lekupistët është me fajde. Edhe ku janë të mbrojtur qytetarët të saj. Freskoni me ujë lajkiza, freskoni gjënë të rezikë. Gëzuar me lajkiza, gëzuar me lajkiza. Do me thënë, ju po thoni që Po qa po thonë, ku ka regula loje këtu? Nuk ka problem pasimi parave me janë avokat, nuk janë. Nuk janë avokat, janë ligji antimafia sot. Tani që atëre po i bëjnë një ndërhyrje. Fakti që pastrohen para me ndërtimin në Shqipëri tregon që legjislacioni ka një vrimkë. Them tani. Nuk ka një vrimkë. Ka një shpellë. E po mirë, me shpellën. Po të kishte pas. Kështu që je dakord me këtë? Nuk jam dakord. Si më nuk je dakord? Është tjetër gjë të thuash ka hapësirë ligji dhe nuk është e rregulluar dhe ka tjetër gjë të thuash nuk zbatohet ligji. O zotëria të janë dy gjëra të ndryshme. Ne themi që ka hapësirë. Jo, nuk ka hapësirë fare. E di çfarë të drejtë ka sot inspektori në bazë të ligjit antimafia që kemi që nga 2009 tani, kalon aty në rrugë. Shef një makinë të bukur, i troket tjetrit ke xhamin dhe i thot ta gëzosh makinën. Më sill pak statementin e parave ku i ke. Po e kemi pra nga 2009 atë po them. Po atëre ku ligji është i tillë, më fal, ka hapësirë ligji apo nuk zbatohet ligji? Kjo është tani. Nuk zbatohet ligji se ne ligjin antimafia e kemi në ligjet më të forta. Sa i përket kësaj. Tani, të shkosh ti, ngrit Gradacela, shko trokiti atje, ta gëzosh më vëlla, shumë bukur, shumë mirë që e ke bërë. Na trego pak burimin e të ardhurave dhe ta gëzosh ti këtë gjë që thjesht. Atëherë ligji është në rregull, është i fortë, por nuk zbatohet, është tjetër gjë. Apo njëri është i nënës, tjetri i njerëkës, është tjetër gjë. Në sportive. Sepse ne kemi parë për Kasolle, që i sekuestrojnë dhe po shikojnë Gradacela që nuk sekuestrojnë. Atëre, qa është kjo? Hapësirë e ligjit apo mos zbatimi i ligjit? Jo, dakord, patjetër. A dëgjuam me të madhe trumpetoj Spaku 190 milion euro par llogaria e Zvërnecit. Për atë tokën. Ja do të tregoj vetëm një sekuencë që është për të vënduar në kokë. Një notere e nderuar, kam fatin ta kem njëri të afërt që e njoh, mikesh, Amela Muka i quhet, i shkon Spaku dhe i thot sekuestron dosje, i sekuestroj ato gocat e zyrës, qenin, macen, i sekuestroj gjitha dy. Ato ishin pale. Ja pra për ta shpjegoj se ishte edhe i thot që ti si ke shitur ti këto prona. More zotri i thot, mua po të më vi nga kadastra e pastër një pronë, unë të shes dhe Spakun. Po pra, e shet. Se noteri ka për detyrë të bëjë rifreskimin e kartelës pasurisë. Nëse s'ka blokim, parat llogari kalon parat e tjerë. I ka sekuestruar gocës ujë, qenë, mace, telefon.